Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një vlog të ri në kanalin ton Salia Family. Unë jam Armela. Unë jam Salia. Përshëndetje. Ne sot si një ditë pushimi që e kemi, dosim të bëjmë një udhëtim të shkurtër në një qytet këtu afër Konstancës. Në Zingen, bravo. Nuk është në një qytet turistik. Ne do ikim çik në Lodra. Por, siç e zbuloi Solea, aty është një park i madh me lodra brenda të mbyllura. Kemi vendosur ta vizitojmë sepse nuk kemi qenë asnjëherë atje, të paktën në Zingen, te lodrat jo. Aty është edhe një qendër tregtare, ka edhe dyqane të ndryshme që nuk janë këtu në Konstancë. Vendosëm që sot shkojmë atje, si qëllim të çojmë Solean te lodrat, pastaj të dalim edhe të shikojmë edhe pak qytetin. Këtë do ta ndiqni në vazhdim. Ne sa po zbritim nga autobusi, më fal nga treni, edhe që ka këtu zot sa njerëz. Këtu pas ka Euroshop, si kjo që është në Shqipëri, nëse keni parasysh, besoj se po. Ndërsa ne nuk kemi kështu, kemi Tedi, Kiki, gjëra tjera. Po dalim një xhiro të shikojmë këtë qendrën e qytetit, pastaj do ikim tek lodrat, se qëllimi jon ishte të çonim Solean tek këto lodra. E kishim parë që këtu ka lodra, por që nga i lezetshëm Zingen. Paktën kjo pjesa e qytetit këtu që nga e bukur. Nice. Do t'i gjejmë ata. Që nga dhe ky dyqani këtu tek Max, që ne nuk e kemi në Konstancë. Jam kurioze do hyj njërë këtu se s'kam hyrë asnjëherë në dyqan të tillë tek Max, se di fare çka ka brenda ky. Dhe ky Wolf War dhe ky tjetri nuk e di se për çfarë është. Duhet hym. Kemi hyrë këtu te kjo Euro 1, sa të na vej ora për autobusin, do edhe gjysmë orë të vijë autobusi që të shkojmë tek lodrat e Soleas. Po s'pas kam ndonjë gjë kot fare mu dukur ka. Aty siç hym edhe dolëm, s'kishte asgjë fare, gjëra koti domethënë. Siç bëjmë një xhiro ashtu edhe dolën, tani do hym njëherë tek ky tek Max, shikojmë çka ka dhe aty. Hajde. Ka këtu lodra. Lodra. Nuk e di çka ka, dojmë të shikojmë. Këtu me sa po shikoj unë, pas ka më shumë gjëra kozmetike, edhe zbukurime, gjëra të ndryshme. Pas ka edhe lodra më duket, po. Po, pas ka edhe lodra. Solea në aksion. Do marr këto dorezat për sobrën, për furrin, sepse më duhet dhe nuk kam gjëta këtu. Ngela vetëm te kjo pjesa këtu, se janë këto lodrat. Pjesën këtej nuk mundem do ta shikoj, se Solea po luan me lodra, dhe në si vjeshtja se takoj një shok aty, nuk e di, edhe unë kam hyrë me Solean këtu, po ngela vetëm këtu. Nuk po shikoj dot gjërat e tjera. Kjo pjesa këtej pas ka këpucë, robe të ndryshme. Nuk është se kemi kohë të shikojmë këto gjëra tani. Do ikim sepse po na vjen edhe autobusi. Unë do paguaj këto. Të presim autobusin të ikim te lodrat. Ja, robe. Vazhdon, ka edhe lart. Do të shkosh me ashensor, por që nuk kemi kohë. Kemi por edhe tek autobusi që do na çojë tek lodrat. Kemi duke 5 stacione dhe pastaj zbresim shkojmë tek lodrat.
Ne zbritëm edhe nga ky autobusi. Lodrat janë këtu te kjo ndërtesa. Kalojmë këtë bora. Ja ku janë edhe lodrat e kjo. Këtu do shkojmë. Erdha. E paguam edhe biletën, kushton dhe 24,50, për fëmijën 9,50 dhe për të rriturit 7,50. Në total, kaq, kjo është Tages ticket për gjithë ditën, domethënë, nuk ka me orare, kështu duket. Solea, shkoku ka ikur me vrap. Ua, ka kohë në fakt Solea, pa vajtur te lodrat, për këtë arsye, se në Konstancë nuk ka kështu lodrat mbyllura. Por që këtu që nga lezet shumë ja vleka. Është kjo pjesa këtu, ka edhe andej prap, aty ka edhe për të ngren. Ja. Nuk është vetëm për fëmijë, por është edhe për të rritur, kështu që sot do kënaqemi edhe ne. Hajde Solea. Juhu. Mami ti përpara. Unë përpara, okay. Ta provojmë edhe një herë. Hajde. Hajde dhe tjetër. Jo! Shkoj ti hapu, mami. Ha. Mami. Po. Bravo. Tani do provojmë pak të trampolinën e madhe, por duhet ngjitemi këtu. Duhet ngjitemi këtu, te këto, dhe të rrëshkasim pastaj këtu poshtë. Solea është gati. Ta shikojmë kur të rrëshkasi. Jepi Solea! Më duket se po rrëshket. Ta presim këtu poshtë. Jo, është lart akoma. Ja të si. Po vjen më duket. Shiko si ka rrëshkitur nga që ka frikë. Tani kam radhën unë, okej. Kush fitoi? Unë. Jo, të në korë. Ja, do të thënë. Ah. Jeni fuzi. Jo. Kush kyçi? Mami. Mos Mami e kuçi lëviz kuçi në mami Luis. Edhe tek kështu. Edhe tek. Mami kuçi fito. Jo, mami fito. Kush? Jo. Tava unë, si zë. Ha të këtu.
Tania dhe Solea. Këtu jem tek pjesa tjetër e këtij parku të lojrave, edhe kjo qenga më e bukur. Ku? Këtu. Ju. Kjo qenga më e bukur edhe pas kam shumë gjëra, se nuk dua edhe shumë të filmoj se ka edhe shumë fëmijë, por që këtu qenga më bukur edhe pas ka më shumë lodra. Tani do shikojmë në një gjë për të ngrënë, por këtu nuk është se paska në një gjë kush e di, përveç se patateve dhe kjo chicken nuggets dhe salcice. Të tjerat nuk i kam qef, edhe sallatën që bëjnë këta nuk e kam qef fare. Kështu që do përfundojmë të marrim ndonjë patate me këto salcicet. Kemi marrë për të pirë, u mora këtë çajin e ftohtë, jeshke, ndërsa Elsidi mori një cola mix. Kjo më pëlqen shumë kjo kola, unë pi këtë kola mix, pastaj do pi çaj. Gjithmonë gocat pinë si fillim nga pija e burrit, pastaj pinë pijen e vet. A ju ndodh dhe juve kështu që kur shkoni në një restorant, do hani, do kënaqeni, do pini një herë nga ajo që ka marrë burri, pastaj do filloni nga pjata juaj, edhe gjithmonë ajo që merr burri është më mirë se ajo që ke porositur ti. Pak të mua kështu ndodh gjithmonë. Soleas nuk i shqitet shpirti, vetëm do të luaj, edhe vjen pi pakuj këtu dhe ikëm me vra, pas tualet s'ka shkuar. Nuk e di se si do ja mbushë mendjen që të vit haj pastaj pak. Këto lodrat këtu na nxorën mallin e lodrave në Shqipëri. Si te latitude që. Po, si te latitude pak a shumë. Por që atje ka edhe më shumë për të rritur, këtu është më shumë për fëmijë. Edhe për të rritur okej, por më e përshtatshme është për fëmijë. Këto janë për Solea, ndërsa këtu janë për mua dhe për Elzidin. Atëherë, që tregojmë edhe sa kanë kushtuar. Për mua dhe për Elzidin janë këto dyja, janë 12,60, për Solea janë 3,50 edhe buka 90 cent. Do ke çfarë ti ke mami? La bush. Kush? Kakak. Po da. Ne I hengrëm edhe gjërat që blem, edhe Solea I hengri. Do iki tani do luaj me Elzidin atje tek ato makinat. Sa unë do iki t'i kthej këto që morëm edhe do blej një gjë të ëmbël që ka atje në çokoladë besoj. Do marrë një nga këto çokoladat që ka këtu se është se ka në gjë. Ka edhe nga këto kekët kështu, po unë këto si kam qef fare, s'më qef fare këto që janë këtu. Mora edhe këto, një për Solea, një për Elzidin, një për vete. 5,30 € të gjitha. Kush vete për të luajtur dhe kush luan në të vërtet. Solea këtu, dërsa Elzidi këtu. Të dyja ku janë, zoti më.
hapësira e tretë e të gjithë parkut të lodrave të themi. Edhe këtu ndodhet kjo fusha e basketbollit. Kjo trampolino këtu që hidhesh edhe prap tavolina për të ngrënë. Ne erdhëm prap këtu tek qendra e Zingen. Do hym tani te kjo qendra tregtare, se s'mund të ikim pa parë edhe këtë qendrën tregtare, se thonë që është shumë e madhe dhe ka shumë dyqane të tjera që s'janë në Konstancë. Ti shikojmë. Kjo qenka, prit të shikojmë sa kate? Po është 1, 2, 3 kate. Po mua më duket se lago që kemi ne në Konstancë është me i madh apo jo? Po, me i madh është me i madh. Këtu të paktën pas ka disa stacione kështu me lodra në çdo kat ku mund të luaj fëmia. Po mami. Ndërsa tek ne nuk ka kështu lodra në qendër tregtare të tilla. Edhe pak Solea se vajtet e kështjella. Bravo. Meri ato. Wow. Fitove, hyre të kështjella tani. Ne tani e mbaruam edhe xhiron tek qendra tregtare këtu në Zingen. Morëm një Red Bull se s'kemi pikë fuqie. Çfarë përshtypjesh nga qendra tregtare në Zingen? Shumë e vakët, shumë pak njerëz. Tu pas ka Hiroshima. Krahasim me qendrën tregtare që është Konstancë, më thon s'ka lidhje fare se ka shumë. Vedi, pas është dhe ditë javë sot edhe s'ka njerëz. Por që në përgjithësi tek ne ka gjithmonë është gjithmonë plot. Edhe këtu që shumë pak njerëz edhe Solea mori një lodër të vogël. I morëm këto dyqanet me radhë për të gjetur rroba, doja të gjeja në gjë për Solean, por nuk gjeta këtu, nuk di, s'pas ka fare. Do ikim tani. Për qytetin e Zingen. Edhe në si po thoshte që nuk do vi më këtu. Jo, s'bet kjo. Shumë trishtim. Që nga pak në pak. U mendoj që ta mbyll këtu këtë video. Kjo do jetë një vlog, një ditor me ne në Zingen. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer ky vlog. Ne do të shihemi sërish në vazhdim në vlogje akoma edhe më të bukura. Mos një ardhë deri këtu, do të thotë që ju i pëlqeni. Mos harroni të bëni subscribe, like edhe comment, thot Solea. Pra të thoya që është një ide shumë e mirë, kush jeton në Konstancë ose këto zonat e afër Konstancës. Ky vendi ku shkuam ne sot tek lodrat në Zingen, është një ide shumë e mirë për të kaluar një ditë. Për të kaluar një ditë. Unë nuk e preferoj fundjavën se ka shumë njerëz, edhe dua sa më pak njerëz. Por gjithsesi kishte. Po thuaj se nga masditja u mbush plot ai vend. Po që fundjavë sot do të merr. Kështu që po është një vend shumë i mirë për të cilë fëmijët për të argëtuar kur jashtë të shkojë keq si këto kohë tani që jemi me borë edhe ose kur fillojnë shirat. Është një ide shumë e mirë ai vend. Ju falenderojmë, ju dërgojmë shumë dashuri. Mirupafshim. Jemi në videon e radhës.